në kohën e pandemisë, si krejt bota që u mbyll, edhe tuneli ditë krejt kot pa lidhje, kërkun nuk lashim me shku, nuk lashim me dolar, më se prekderën, edhe mu dha një ide, bona një kongë bashkë me vajzën, një mëj vajza madhe, një kongë për pandemin atëherë, e shisha nonën që ka i për, se i kam vllaznit krejt në Gurbet, dhe mo mbi 50% familjes teme janë jashtë, krejt jem 5 vllazën një motër, 4 vllaznit janë jashtë, vishune me motër në Kosovë. Edhe bona një kongë atëherë nuk e kum di që shkon ashtu, u hek njerë për YouTube-ës, ka shku të 2 milion, shikime sepse është teksi i dur në kohën e dur. Asret nona e ka prit verën, Gurbeqit, mja qel derën. Tash na u bon dy fish mërzia, ne ka mbyllu pandemia. Dhe më konë pjesë e dhimshme, kërë shusha nonën e kohë. Realitet që ka prej krejt edhe e kanë gjetë vetën. E kom qëllu në kohën e dur. Kam tekst të plot, mirë, po ky është ma i pari tekst që kom bo. Ky i pari për të vazhduar më pas edhe tekstet të tjera të cilat nuk i ke refuzu edhe kërkesat që të kanë bo familjar tjerë për situatat caktume, për ngjarje caktume. A është gjithmonë e vështirë që tekstet, muzika, jo ajo folklorike, po në përgjithësi është e paraparë që t'jep gëzim kur e dëgjon. Po ka raste që ajo bëhet për të kujtu dika, për të nderë të dikujt, edhe di që nuk i keni refuzu as tekstet e tila, ose këngët e tila. Jo. Kam rastin e parë që kam njëtën të me rast mjaft preksion që menoj që do njëri me ndjenjë e prek, është kur më ka bo kërkes një i fshatit Suarekës, ku unë jetoj në qytet, mirë pa është një fshat Sopi, 4-5 km për Suarekës, bile nuk i ka 4-3 km. Ata janë një rast që kanë ndodhë 8 antarë për një familjes, ata më kanë kërku të pare. Mas ne, kur kanë dëgju shumë njerëzi, kanë kërku çdo njoni me përkujtu me një mënyrë, fëmijën e vetë, vlajnë e vetë, nonën e vetë, në përmjet kongës, që aj e shu një malë, nashta e gjonë vetën pak qatë kongë, po kjo është një rast që s'kisha dasht më ndodhë njëri gjallë në botë. Qa kishte ndodhë, cila ka qenë kërkesa atyre, ose cila është historia nëse mund të di me kësaj familje? është një tragedi? Po, fatkesisht është tragedi. 8 antarë prej një familjes. Janë në të njëjtin vend, të njëjtin ditë, edhe afërsisht 15 minuta kohë të ndryshme, kur jenë mytë 3 antarë të familjes Sadikaj, prej fshatit Sopi, në vitin 1989, unë e maj menë si rast, po nuk e maj menë që shka ndodhve që di si gjuna atëherë, thëshë në gjuna 3 vetjen, 3 djetë.